Përshëndetje të dashur mirë mikesha, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Sot kam një temë shumë të rëndësishme për ju që janë mjetet e robaqepsisë. Dhe këtu kemi dhe Erë që do ta ndihmoj për t'i dhënë. Si fillim do filloj me vizoret. Ja marr vizoren pak. Pra vizoret. Kjo që shikoni këtu është një vizore. Një vizore për të bëjmë copat. Po, është një vizore që përdorem tek patronët ose tek allëpët për të bërë masat. Ka numri bëni juve. Po. Mirë është të kemi një vizore këndrejt, sepse na ndihmon për të bërë mirë te patronët masat. Kjo është që do ta kesh gjithmonë, sepse ka dhe vizore robaqepsie, unë tani nuk po e tregoj sepse më është thyer, që janë tamam për të bërë këto anët e trupit, që ti bësh mirë. Por nëse nuk kemi këto vizoret që janë apostafat për të bërë për të bërë dizajnet për patron që është apostafat për patronët, mirë është të kemi një vizor me kënd të drejtë. Tjetër, një gjë tjetër që duhet të kemi në talem tuana, është edhe të kemi, siç e kam thënë në vendet e tjera, për gërshërët. Ja jemi jep llojet e gërshërëve. Çfarë gërshëre do? Të gjitha, mi vë këtu. Gërshëre. Të gjitha llojet e gërshërëve, siç e kam thënë edhe më përpara, duhet të kemi të ndara gërshërët, edhe të gërshërën e vogël këtu. Edhe kjo këtu shikoni me çfarë? E mban mend tjera të gërshërës ajo? Jo, nuk e mbaj mend. Pra, dëgjoj më tani. Atëherë, siç e kam thënë në çdo video, duhet të kemi të ndara gërshërët. Kjo është një rregull që nëse do bëhesh një robaqepse e talentuar dhe suksesshme, duhet ta vësh në rregull që tani. Pra, gërshërët e copave, këto janë të mia të copave, dhe gërshërët e letrave të patronit dhe për gërshërët e fijeve të vogla, nuk duhet t'i ngatërrojmë. Pra, po pastaj do shikojmë atë. Pra, këto janë gërshërët e copave dhe duhet jenë vetëm për copa dhe asnjë gjë tjetër. Këto janë gërshërët që bëj patroni dhe që pret çdo lloj gjëje. Pra për letra dhe për copat asnjëherë. Këto janë gërshërët që përdor për të prerë fijet e vogla. Kurse këto janë gërshërët, siç e kemi parë te videoja e fundit, nëse ju kujtohet video me llojet e qepjeve, kjo është për të bërë zigzakun. Pra janë gërshërët e zigzakut këto. Për të prerë zigzak. Po mami, do të them një gjë kalamaj. Do të kemi gjithmonë këtë metri. Po, të kaluam kjo tema tjetër, që është të kemi metrin. Pra, gjithmonë të kemi një metër me vete, sepse puna e robaqepsit është të ketë një metër te koka, por mos ta haroj. Bravo, pra mos haroj masat, pra gjithmonë ta kemi metrin. 3, 4. Pra, një gjë do të thoja, nëse dikush nuk e di pse këto janë kështu dhe këto janë kështu, sepse këto janë centimetra, këto quhen centimetra, kurse këto në mbrapa quhen inch. Shikoj se ke edhe këtu inch. Dhe këto inch më shumë e përdorin në Amerikë. E përdorin në Amerikë këtë inchin. Do shikoj edhe unë inch. Po. Kurse këto centimetra ne si në Europë punojmë me inch, pra me këto këtu. Pra duhet të kemi një metër të mirë. Tjetër, duhet të kemi patjetër, se që kam thënë gjithmonë, por nuk e bëj asnjëherë. Duhet të kemi edhe një hekur të mirë. Kjo nuk është i mirë, domethënë, po për të bërë ato, për të hekurosur qepjet, është mirë për të hekurosur qepjet. Dhe patjetër do ta kemi gjithmonë një hekur afër që të hekurosim çdo qepje që bëjmë. Pra, kjo është një video për ato që duan të jenë perfekte në profesionin e bukur të. Nëse do ta marrësh seriozisht robaqepsin, çdo qepje që bën duhet ta hekurosësh. Pastaj nëse je amator e gjëra të tjera që do punosh për qep, pastaj është një zgjedhje tjetër. Pa ai që duhet ta bëj edhe një herë theksoj, që duhet ta bëj për profesion, mbas çdo qepje do ketë hekurosje. Kalama. Gra. Tjetër, duhet të kemi dhe të mbushura, prandaj e tregoj të mbushur, duhet të kemi të mbushura edhe bobina. Unë e them bobina, po në shqip është masur, se më është mësuar goja bobina dhe i them bobina, por është masur në shqip. Falenderoj dhe zonjën që ma tha te video ku kisha thënë bobina. Pra duhet të kemi gjithmonë të mbushur, sepse nuk e keni ide sa shpejt marron peu, se duhet të jeni gjithmonë të sigurt. Duhet të jemi gjithmonë të sigurt dhe të
kompletuar me bobinat plot. Edhe një gjë tjetër tani këtë që nxori era, duhet të kemi gjithmonë, e theksoj edhe një herë, në qoftë të ta bëni punë profesionale, duhet materialet e punës t'i keni të mira. Pra duhet të investoni te materialet e punës. Duhet të kemi penjë të mirë, dhe një nga penjët e mirë është ky Gutermann. Kush e di që merret mërbaqipsin të më japi të drejtë, është një peshë shumë i mirë. Kurse ky është për qëndisme, prandaj tregova llojin. Se sikur sa i shndritshëm që është për qëndisme. Tjetër, në qoftë se nuk i do kështu të vogla, do qepo shumë, të sugjeroj të marrësh të mëdhajat. Pra të sugjeroj të marrësh të masuret e mëdhaja. Pra janë të masuret e mëdhaja që mos të ngrish asnjëherë bosh pa furnizim për pe. Tjetër, kemi edhe asi nxori dhe era, duhet kemi dhe gjilpëra të mira. Po, duhet kemi gjilpëra siç e shikoni këtu. Këto gjilpëra, siç janë gjilpërat për makinën qepse, duhet jenë edhe këto. Është për makinën qepse. Këto gjilpëra duhet i ndryshoni her pas here, sepse mund të thyen, pra siç e shikoni se bërë kjo, duhet të hequr tani kjo. Prandaj her pas here duhet i ndryshoni. Sepse edhe maja këtu prishet edhe kur futet e copat mund të prishen. Ju sugjeroj që t'i merrni me kokë xhami, që kur të korosni mos t'ju shkrin kur e korosni. Edhe këto është me kokë xhami. Gjithë taku janë me kokë xhami, po jo të gjitha vetëm këta ku janë me ping dhe me këta këtu. E shikoni? Tjetër, kjo është për të bërë garnityrën, që quhet në shqip. Unë me thënë drejtën e tregoj këtë sepse them që mos e bleni juve, sepse unë kam harxuar lekë të kot, harxova 12 herë dhe s'kam përdorur kur. Prandaj janë ca gjëra, domethënë që mund t'i bësh vetë shumë mirë, pa ne pasur nevojën e këtyre aparaturave. Edhe kjo është gëshër për gëshërën e fijeve, arrit bashkë me makinën. Dhe gjithashtu edhe copat që duhet të përdorim, pra unë po marr një kështu, se këtë kam afër, edhe copat duhet që të përdorim, duhet të një cilësie të mirë. Që edhe punat në dali sa më e mirë, sepse ka shumë të bëjë edhe copa dhe fija. Ku punoj me një copë të mirë dhe me një fije të mirë, atëherë edhe puna na del më e bukur dhe më e mirë, edhe më e durueshme. Prandaj kur ta keni vënë një çmim, mund t'ia thoni, unë kam vënë këtë çmim, mund t'ju duket pak i lartë, po ky çmimi copa është e mirë, peu është i mirë dhe ju garantoj që do ketë një kozjate shumë të mirë. Në qoftë ta bëni edhe një herë në mënyrë profesionale. Herën tjetër do flas, në qoftë se dëshironi, e kam programuar që do flas për makinat qepse, pra për llojet e makinës qepse. Në qoftë se ju intereson kjo tema, mund të thoni po, më intereson. Edhe do isha shumë e lumtur prap të shikoja gjërat që keni bërë, në qoftë se i keni mësuar nga mua dhe se çfarë gjëra doni të shikoni në vazhdim. Faleminderit dhe mirë dëgjofshim.